kjo është pyetja që kam personte për ty gon. Do ta shkoqisim. Ta shkoqisim sa bukur. Unë bëti kam shumë qef. Bogdani Budi Bardhi. Edhe njerë? Bogdani Budi Bardhi. Po? Kanë qenë... Pjetër Bogdani, Pjetër Budi? Frank Bardhi. Edhe Frank Bardhi. Tani është Gaz Bardhi, Sali Berisha, Lulzim Basha. I kam mbështetur kur kanë qenë të tre bashk, edhe kur Partia Demokratike ka qenë e bashkuar, tani që Partia Demokratike është ndarë, unë më shumë se me këto tjetër jam me veten. Kjo është kuptuar, pra që ti e vetëm me veten. Jam me veten dhe me asnjë nga këta nuk dihesh më afër? Dhe me njerëzit të cilët synojnë të japin një zgjidhje opozitës e cila është e çartafiluar dhe jo serioze në vitin e 10 të saj të qenit opozitë. Në këtë kontekst, mendoj që zoti Bardhi po bën një përpjekje e cila meriton duar trokitje për t'i dhënë seriozitet dhe për ta bashkuar opozitën. Por personalisht veten nuk e definoj pranë asnjë grupi. Po prapë sa po e le të kuptoj që je më pranë Gaz Bardhi. E mbështes në përpjekjen që ai po bën për të bashkuar opozitën bashkë me grupin tjetër të rithëmelimit. Pra ti se thuash, Gon, nuk je më me veten vetëm në momentin që opozita bashkohet? Edhe ti je për bashkimin, edhe ti je nga ata i thartë e bashkimit? Shiko. Kur Xhami thyet, ti e di shumë mirë që nuk gjitet më, Agron. Ne po kalojmë 2 vitet një eksperiencë vërtet të tmerrshme nga pikpamja e seriozitetit opozitar. Një opozitë copa që merret me vetveten, që humbet raportin me dinamikat e vendit, që nuk merret seriozisht nga qeveria. Ne e shohim që kryeministri nuk është kur prezent në parlament. Gjë që ndodh në shumë vende të edhe të Europës. Kjo ka arsye tjetër, ndihet shumë i sigurt me skakjerën që ai ka këtu për rreth. Duke parë këtë dhe dëshpërimin e njerëzve, unë besoj, pasi kemi kaluar gjithë këto prova lufteve civile, helm që kemi derrur mbi njëri tjetrin, ndoshta bashkimi është minimumi, se ne kemi qenë të bashkuar, dhe ne nuk kemi fituar të bashkuar. Unë nuk kemi udhëtar i bashkimit në sens që bashkimi është magjia, është suksesi. Bashkimi është minimumi nga duhet filluar. Po nuk bëhet copa. Ti e di shumë mirë që s'bëhet. Nuk ka asgjë që nuk arrihet nëse ka vullnet dhe mendje të ftohta, por për momentin nuk po i shoh ende në horizont. Por përpjekjet duhen bërë, nuk duhet rreshtur së punuari për të krijuar një forcë. Por ata mund të bashkohen po si entitete të ndara, por jo të bashkohen siç kanë qenë. Atëherë me qenë se më dolet tek entitetet e ndara, unë ka kohë që po artikuloj një ide me modesti dhe ndoshta s'do merret parasysh, në mënyrë që çdo fluks opozitar mos humbas, duhet shkuar drejt një federalizimi, drejt një federate të opozitës. Një federate e cila i lejon Armando Duka. Po nuk u kuptuam se ti u vendos me s'ka pilet jo më për gjëna. Po mirë më përsëri. E përsërisim. Ka të bëni kryetar federate? Me replay s'ka kuptim tani. Ka kuptim, ka se në duhet pritë sociale, pritit ajo, po nejse. Në këtë kontekst, në qoftë se çdo forcë opozitare çon prurjet e veta dhe shkohet drejt një emri për kandidat për kryeministër, i cili merr mbështetjen e gjitha grupeve, të Berishës është faktori kryesor politik, të grupit të deputetëve zotit Barri, në fund të fundit të zotit Basha, pse jo në qoftë se ai vendos të ndërpres bashkëpunimin me qeverinë dhe të rikthehet opozitarizmit, i bie që kjo federat, duke ftuar edhe forcat lira të shoqërisë, sepse për dyja vetëm nuk mjafton, por edhe forcat e tjera në zonën ngri, të cilat janë pak kënaqur nga kjo qeveri, mund të arrihet të kesh konkurrencë ose pse jo të shpresosh fitoren nëse fillojmë që tani. Zonën ngri po e synojnë deri në këtë moment disa parti, Arlind Qori, Adriatik Lapaj dhe Evi Kokalari, që kisha këtu sapo mirë. Ideja është shumë e mirë, por ka vetëm për mua një handicap, do të thotë është me Berishën si mund të krijohet kjo federat. Jo për faktin që ai mund të jetë lider i federatës, por për faktin se ai vetë nuk do ta pranonte kurrë gjë të tillë. E para dhe e dyta prap, nëse do mblidheshim bashkë, do kishim lider të këtij grupimi një njerëz që nuk e pranon perëndimin. Nuk është se kemi një ndryshim të madh, pra sa të jetë Berisha, mua më duket sigurisht dhe kjo federat, edhe pse është një ëndër e bukur, më duket e pamundur të krijohet. Unë po them që duhet biseduar. Se si do shkoj fundi i ekuacionit, unë nuk e kam të lehtë ta them sonde, por do dëshiroja me të mirë, ndërkohë nuk e di se cili do të jetë realiteti i projektit. Mos harro që jo për Gonin, se për Gonin, por përgjithësi shumica e njerëzve në atë parti e dinë që kur thon këto gjëra, nuk i thon për tani, këta mendojnë për epokën post Berisha. Qofse flasim për epokën post Berisha, jam dakord. Po kjo i bie në 2029. Shumë prej këtyre, jo Goni, se Goni është pak më i mençur, se të tjerë shumë nga deputetët e PD-s që janë sot në opozitë që nuk e duan Berishën aty ku është, bën një llogari gabim, tërgodi që Berisha do jetojë 110 vjeç.
Që do me thënë, ata do plaken vetë dhe nuk do bindu të asgjë se te do jetë atje. Pra, kjo do të thotë që pa dalë Berisha nga politika, është shumë e vështirë që të krijohen gjithë të ëndrat bukura. Jo, se duhet të reduktohet ai me kalimin e viteve. Pra duhet të vej nga 400.000 vota sa ka 500.000 tani të vej 200, 100, po kur do ndodhi kjo, këtë? Ai ka marrë 510.000 vota dhe si tillë është një faktor politik i pamohshëm në vend. Vetëm jo për të marrë pushtetin. Po për mua është një faktor i pamjaftueshëm për ta çuar Partinë Demokratike drejt bashkimit dhe drejt zgjidhjes. Por ai është i domosdoshëm në mënyrë që mbështetësit e tij mos i humbas opozita, sepse nëse nxjerr nga llogaria 500.000 votuesit e tij, çfarë i mbetet opozitës? Jam dakord, por nuk mendin pushtet, po unë jam dakord. Unë po them për përpjekjet që duhen bërë. Pastaj Berisha njerëz non grata në botë, më që ka qenë non grata një orë. Po i ka rënë elektorati vetor ti Arjan tani, ai vërtet është njeriu faktori më i rëndësishëm i politikës djallësore në Shqipëri. Sa shembuj në botë që kanë qenë non grata dhe kanë ardhur pushtet më vonë. Jam dakord, Arjan, më dëgjoj një sekond. Ai vërtet është faktori më i rëndësishëm i opozitës shqiptare sot, në kuptimin elektoral të fjalës, por votat e tij kanë rënë nga viti në vit po bjerret, gjithmonë më tepër. Pra ai do ta ruajë atë rrethin e vet të votave, por nuk është i mjaftueshëm për të ardhur në pushtet. Ky njeri refuzohet nga elektorati shqiptar. Këtë duhet ta kuptojmë, duhet ta pretendojmë. Nuk refuzohet. Unë kam përshtypjen që po. Jo. Supozojmë se është 100% kështu si Shkoçuli. Problemi është që ai nuk ikën. Dhe ka dëshmuar që nuk ikën. As nga analizat e mia, as nga Veçanit dhe as nga dëshira e Çulit. S'ka arsye të ikën. Në momentin që ai nuk ikën dhe është këtu dhe përfaqëson sot atë sasi votash që ka, nuk e di se si do jenë në vota politike pas 2 vitesh. Çështja është që vendi është pa opozitë. Si do tentosh ta lësh vendin pa opozitë duke bërë thirrje të vazhdueshme Berisha ik dhe Berisha nuk ikën, apo të tentosh të gjesh një rrugë zgjidhje ku Berisha të jetë pjesë, por mos jetë ai përfaqësuesi dhe emblema e këtij bashkimi të ri dhe kandidati që do përballet me kryeministrin Edi Rama. Ja, unë do ta them me një shprehje siciliane gjendjen që ndodhen ata. Jepi. E ke? Po me dialekt sicilian. Po do ta them një dialekt sicilian, se do të thotë unë di se e kemi gjendjen. Dhe pastaj do ta them shqip si është. Ah, dakor. Atë është kështu, u provato, riprovato, e inutile che provi, che più provi, più ti indulcovi. Një sekond. Po kjo ta them shqip. Mo duhet edhe një herë kjo sa po them. Vetëm thuaj që më ngadalë ta shijojmë. U provato, riprovato, e inutile che provi, che più provi, più ti indulcovi. Oh, pita. Kjo ishte në dialekt sicilian, po në pjesën, në cilën pjesë siciliste, aty ka disa dialekte kam në zonën e Katanias, po kjo është një shprehje që përdorin në familjen siciliane. Që do të thotë? Jo, po prit sekond, i përdoruar italisht. Il provato e il riprovato è inutile che lo provi perché più lo provi peggio lo trovi. Da tani do përkthem në shqip, ata i zgjidhin. Që do të thotë, i provuari dhe i riprovuari është e kot që e provon, se sa më shumë ta provosh aq më keq do të. Këta duan të riprovojnë edhe një herë një martesë mes Berishës dhe Bashës, kur ajo 3 herë për 10 vjet, jo vetëm që i ka lënë atje ku janë, por edhe kanë nxjerrë opozitën totalisht dështuar. Në formë federale. Në formë federale. Populli, po s'është aty problemi, se s'është federale. Kjo është personale. Jo. Problemi është që Berisha duhet të ikë, Basha duhet të ikë, Meta duhet të ikë, nuk ikin asnjëri. Ti dhe unë kemi qenë problemi. Ti dhe unë kemi qenë këshilltar të presidentit Topi. Nuk ikin, në sensin se nuk ikin. Mos visin një kohë, një sekond martesën, ndryshon kushtetutën, shkatruan vendin dhe jemi këtu sot për kësaj. Edhe zgjidhja do ishte tek Margaj që të gjithë mos ta kishin mendjen për të futur në listën e deputetëve, të gjithë ata që janë me Berishën, të gjithë ata që janë me Bashën, por që të shkonin kohën zero, të largonin Berishën nga loja dhe të ndërtonin një opozicion tjetër. Ky është problemi, se bëhet llogarit kush do futet parlament, kush nuk do futet. Ka qenë Berisha atje ku je ti dhe e kam pyetur unë, i kam thënë, doktor, i ke ra pishman 2008-s? Jo, më tha. Dhe për sa kohë këtu nuk flitet për këto që janë temat kryesore, këto që thua ti janë vetëm sa piktura mur që i pëlqen në Tiranë. Jo, sa piktura, kjo është thelbi kjo që po them. Vendi për të falënderuar. Është me ose pa opozitë. Është pa opozitë. Atëherë do ta lëmë vendin pa opozitë apo do të ndërtojmë një opozitë? Jo, opozitë formale, ai sa ç'është. Qoftë të vogël, qoftë optimale, me tendencë për ta bërë të madhe dhe perfekte. Personalisht, unë ndi detyrim me njerëzit që kanë votuar Partisë Demokratike para 2 viteve, e cila nuk ekziston më në formën dhe druaj që PD-ja nuk do të jetë më kurrë siç ka qenë. Atëherë duhet marrim ato sekond italianët nga realiteti dhe të ndërtojmë të mundurën. Realiteti është ky i dashur. Ne duhet të tentojmë të topat e opozitës. Para shumë viteve nuk është thelbi tani problemi. Po nga parlamenti, ky është. Po këto i dim, kaluar nuk e korrigjojmë dot. Jemi dakord.
Goni thot që të bëjmë të ardhmë. E shkuar nuk bet me ndoshta me sikur i lirë. Ka ikur. E kaluar nuk korrigjohet. Shesh ne kemi këtë gjendje të Partisë Demokratike sot, këtë gjendje të parlamentarizmit, këtë gjendje të Shqipërisë. Ogon, dëgjoj, pse duhet trajtuar si një gjë tragjike që një vend si Shqipëria të ketë një opozitë të tillë, ndërkohë që ke shumë vende thash dhe herë në Europë, të cilat, edhe pse janë me standarde demokratike shumë të larta se në Shqipëri, vuajnë nga njëjti problem. Gjithmonë partitë në opozitë ndahen, përçahen, bëhen copa, pastaj mundohen të bëhen federata bashkë e tjerë. Pra, se thua, kemi hyrë në një epokë të re. Nuk është më ajo epoka ku, vinte njëri 4 vjet, bam, beshin zgjedhjet, vite tjetri. Tani po ta bësh re, dhe demokracitë, po shndërrohen pak a shumë sa regjime që nuk janë fort demokratike, janë pak hibride. Pra kemi hyrë në një epokë komplet të re. A mos duhet parë me këtë sy edhe Shqipëria, pra pa e dramatizuar. Pra, me fjalë tjera, unë nuk duhet të relevizoj. Në Beograd, është Vučići në këto momente. Sa vite ka Vučići në pushtet? Shumë. Bukur. Dhe ka rezit do zgjidhe prapë, se tha kulla do mund të bëj zgjedhje tani prapë. E disa vite ka opozita në Beograd, pra në Serbi, që është komplet copa të vogla. Ati bile s'ka as Berish, thonë. Nuk ka një si Berisha jonë, tu. Atje, s'ka. Atje janë, sa janë? Ja e 30 parti në opozitë? Janë 7-8 janë. 7-8. Tani, dhe u mora Beogradin se kemi këtu afrore. Po, ke shumë të pa fund. Kjo është eksperienca me e keqe që duhet ta refuzojmë, po duhet tentojmë çdo kuq që të ikim. Ti do shohësh çdo bëhet me Partinë Socialiste, kur një ditë, mbas do jetë vonë, të dalin në opozitë, kur të vinë një forcë tjetër ta nxjerrë opozitë. Mund të mos jeni ju, mund të jetë dikush tjetër, nëse dim. Do bëhet aj copa, sa s'mund të imagjinosh. Po ja, po bën 12 vjet dhe populli opozitar, shqiptar si i vendi vogël, ka nevojë për një ndryshim i cili i sjell aty vende pune e tjera, se këtu janë çdo gjë të lidhura me vendet e punës. Me pjesën e përqendrimit ke pushteti e tjera. Dhe ai popull opozitar u bë 12 vjet, do bëhet 16 vjet, për një vend kaq të vogël, kur gjithmonë është mësuar një herë ti, një herë ata, është pak tragjike më thënë drejt. Po është tragjike më burr, sepse nëse populli pret që të jatë, të gjejë punë nga partitë, këtu në Shqipëri kështu funksionon. Po ti ikin për leshma, po kujt i ruhet, më zotëri. Është fatkeqësi kjo. Po pse për këtë do merremi ne? Jo, po thoja, besoj që dhe Gjek Marga e mendon si unë deri ku pjesën e partit. Ta i një lloj ngërshi. Si të presi populli të punëson nga partitë, po Shqipëria kështu ka funksionuar çani. Po ishte me politikën, funksionon, futesh në punë, futesh në administratë. Atëre Ramën e kanë në pushtet deri 2050 si shtat doktori pak ditë më parë. Ogon, e si muhabeti? Një pyetje kam. Ma thuaj. Se luftë është kjo jeta, tani dihet ky muhabet. Problemi është ky. Ti kur u caktove deputet në 2000 para 2 vitesh. Para 2 vitesh, 2021. Besoj e ke këtë informacion. Ishte dakord dhe Berisha dhe Luli, apo ishte më shumë iniciative Lulit që të bëhesh deputet? Cila është e vërteta? Mund ta themi sot? Sinqerisht, e ka kaluar kohë dhe kemi distancë në ngjarje. Kemi ndershëm, unë jam ftuar nga Lulzim Basha për të qenë pjesë e listës dhe nuk e di çfarë qëndrimi ka patur Sali Berisha. Pra Luli nuk ka folur me Saliun për ty fare. Nuk di ta them këtë, nuk do ta abuzoj me këtë. Dhe sot ti nuk i ndjesh, nuk i je fare mirënjohës Lul Bashës. Jam mirënjohës për ftesën, por unë s'kam bërë asnjë përpjekje për të qenë deputet, unë kam patur një ftesë, kam pranuar me respekt, e them kudo. Se ke kërkuar ti domethënë? Jo, nuk kam bërë përpjekje. Pas të thua kishte Luli nevojë për mua dhe jo ti për Lulin. Nuk po them këtë, unë kam qenë njëri publik, madje edhe në këtë studio ka kontributin e vet të qenë publik prej shumë vitesh, kam qenë një mbështetës i djathtës në shumë betejë me fjalë dhe me pencë, unë nuk jam i pushkës. Dhe kanë gjykuar një moment caktuar për çështje imazhi që mund të duhet Agron Gjek Marga, Mark Marko apo ndonjë tjetër. Nuk ka detyrim mirënjohje për Lul Bashën, fare, sepse ishte ai që të kërkoi. Nuk kishte asnjë kërkesë nga ty. Nuk është çështja kur në 2 vite evolucion politik shet që ka një degradim të gjesë dhe shet disa sjellje të caktuara, është tjetër detyrimi mirënjohja që kam patur dhe e mbaj e para 2 viteve për ftesën që më ka bërë. Dhe tjetër është gjykimi politik për ecurinë e këtyre 2 viteve. Të kanë thënë, të ka çuar mesazh Luli për qendrimet që ti ke mbajtur? Ti ka përshtypjen se ke mbajtur qendrimet? Jo, Basha i ka bezdi konfrontimet dhe bisedat dhe takimet, ai ma njeh natyrën dhe nuk kemi patur. Dhe ke kohë që nuk komunikon me të? Po besoj ka një vit që pas 6 marsit ku nga është dorëheqjet nga funksionet politike në Partitë Demokratike dhe nuk kam patur tjera momente bisedash me të. Por shumë nga njerëzit që kanë njohur dhe si figurë publike përpara, ti ke qenë pedagog apo jo? Po, kam qenë dhe jam. Dhe ja akoma po, sepse mund të jap mësime, dhe deputeti jep mësim. Nuk është se ndalohet apo jo? Jashtëm. Jashtëm, se po pra. Nuk pajtohet mandati i deputetit në asnjë punë tjetër. Po, ai jashtëm, më garantë. Goni, shumë njerëz vlla, kur i thash që këtë javë do kem Gon Gjek Markaj, sepse është një personazh interesant, është njeri i lexuar, është njeri i artikuluar, është i urtë, është
shkruan njëri i librave, etj, më thanë, ore, a mund t'i bësh një pyetje, thonë. Çfarë dreqin ka Goni, tha, pse i mërzitur më valla, pavarësisht se bën ato shkrimet, pra shkuan në gazetë, tha. Pse nuk angazhohet pak, tha, pse është pse është futur në një lloj guaci. Mund të quhet trishtim. I trishtuar. Ma thanë shumë njerëz këtë gjë. Unë ndjej që ti ke qenë më shumë aktiv kur ishe publicist, gazetar, analist në media, se sa tani që je deputet. Tani ti ke një foltore, ti mund të bëje namin atje në parlament. Jo, unë kam folur në parlament, nuk është se s'kam folur. Po nuk e rënë në sy pra Gon. Po varet në çfarë kërkon të biesh në sy. Unë nuk duhet bie në sy me disa gjëra që bie dikush tjetër. Unë kam natyrën time ose s'kam ndërmend të dal për kësaj. Unë e vuaj shumë po s'kam mundësi ka i kontradikt më Gon. Ti ke qenë shumë aktiv kur ishe në media. E vuaj shumë statusin e depersonalizimit politike, saqë që nganjëherë të vjen dot se të konsiderojnë si hajdut xhepash, si batakçi. Në një kohë që unë s'kam bërë asgjë të turpërohem jetën time. Por kur shoh që mënyra si ndërtohen akuzat, se si akuzohet njëri, si akuzohet tjetri, duke sikur bëhesh pis, sikur je në një band hajdutesh. Dhe unë nuk ndihem i tillë në fakt. Pra troshma bëti nuk ishe për këtë punë atë. Në gjendjen jo është për atë punë, bën shumë mirë. Po kishe parë parlamentin dje, do të kishe kuptuar këtë gjë. Që atje po ziheshin të djathtë të gjithë me njëri tjetrin dhe nuk ka dhe çfarë thotë njëri përkohër atje. Çi ke vështirë, me njëri përkohër ka të vështirë. Duhet të kuptojmë që në këto 2 vjet ti i burr kur qesh. Në këto 2 vjet e gjysmë njeriu që ka bërë më shumë opozitë nëpërmjet satirës dhe shkrimeve të tij ka qenë Gon Gjekmarve. Po prandaj po se njeriu që ka bërë më shumë opozitë. Po s'mjafton vetëm ajo mur. Po pse çdo marrë kallashin kë? Po jo marrë çfarë për tasësh më tepër se po nuk bëhet natyrë. Kam bajtur qëndrime, por në gjendjen që është Partia Demokratike është vërtet që kam heshur për disa muaj. Ah, pra, shikon, pra njerëzit s'kan faj për që kanë të perceptiv. Të jap të drejtë, por çdo gjë që thoje ishte gabim në një aspekt. Po s'ka gjë më vonë. Bie unë marrën e kam me PD-n që kam lënë pas. Po iko e PD s'është më. Marrën e kam me zjellësi që një farë mënyrë nuk di më ku janë. Po ka iko e lum. Edhe duke parë që të gjithë janë kundër gjithëve, secili mendon që e ka drejtën në posedim. Edhe unë nuk ndihem kaq i Zotit sa ta mbroj në mënyrë absolute të drejtën, kam preferuar të hesh shumë herë. Sigurisht tani kam filluar të flas përsëri, se ndjej që po i bëhet dëm vendi duke patur një opozitë të dobët, të përçarë. Atëherë, me modesti aq sa mundem, paktën e rrafshin e ideve mund të kontriboj. Nuk merren parasysh, me gjas nuk do merren, jeta vazhdon. Por do kemi ndoshta skenarin me keq, një opozitë dobët, një pushtet absolut. Dhe kjo është çështja. Do ndihesh keq ti, unë nga ata dy përballë. Jo, unë jo dhe aq, them drejtën. Mos thuaj me siguri absolute, nuk unë ta uroj që mund të ndihesh mirë, por mund të ndihesh keq. Unë jam kam kohë që jam për monarki, kam dëshuar me ti. Drejt asaj po shkojmë. Do bëhet Rama mbret. Unë kam kohë, patjetër. Mirë, pse kush. Jo mendova mos do bëhet princ Leke, po po thu Rama. Dakor? Dhe e meriton. Që ta specifikosh. Po shkon drejt asaj. Bile po su bë, do jetë merr. Kjo është histori tjetër. Gon. Edhe në fund fare se do ikim se Ragongu. 2025, se do jesh, do vazhdosh të jesh deputet apo jo. Nuk është se kënd ta vitesh. Si diet. Unë një gjë është e sigurt që njëri pa profesion nuk jam. Po prap. Edhe kam e duar profesionin, mendoj që kam patur një lloj cilësie në profesionin tim që mund ta bëj çdo rast. Pikërisht pa. Unë të s'dita them ku do jem 2025, e para të jem mirë me shëndet të tim. Po të kërkuam prap një nga grupet thon, kush do jetë thon, Gon kem nevojë për kandidaturën tënde për deputet vlla në Lezhë. Është shumë e vështirë ta them sot. Nuk do thuash jo? Nuk po të them as jo as po, nuk e di. Si të gjykoj. E dhe të hapur. Unë thasë të më thosh Ariana jam zhgënjur nga ky terren do iki fare. Unë mund t'ik fare, mund t'ikë më përpara. Mund të rridhem më gjatë, nuk e di. Po çfarë ke pra që nuk ikën? Diçka të pëlqen Gon? Jo, nuk është çështje se më pëlqen diçka, por është një lloj përgjegjësie, ti ikesh ta lësh një gjë që e ke pranuar, është një lloj braktisje. Jo flas 2025, nuk po them të ikësh tani. Po, edhe mund t'ikën 2025 me qetësinë më të madhe pak këtyre kokën nga pas. Nuk kam asnjë. Por s'po e them në mënyrë absolute sepse nuk e di çfarë ndodh për 2 vite. Nëse do ta ftoj Berisha prapë se kush do të pjesa e grupit, vetëm Berisha pjesa e Bashës nuk shohin dot zgjeri një pjesë deputet. Basha është duke ftuar njerëz në kabinet. Nuk kam shkuar tek Sali Berisha, jam në pozicionet e mia, nuk kam shkuar tek Foltoria, por i njoh forcën e numrave në raport me opozitën që tentojmë ta bëjmë federative nëse do ja dalim. Nëse jo, unë do jem në pozicionet e mia. Unë nuk kam ndryshuar asgjë nga gjërat që kam thënë, s'kam pendes në një mënyrë. Sigurisht nga ana emocionale mbas jemi nxituar gjithë nga pak, por pendes nuk ndjej. As kam ndërmend të kërkoj një rifalje se mendoj që si kam kujt borxh. Ledio, Goni s'do t'ja ketë peng vetes humbjen e radhës, kështu që është ka drejtë është. Alesio, po bëj një kamë përbore mos dhe pi me Goni tani gjatë kohës që janë lajmet e ABC-s. Kthehemi pas pak mos ikni se kemi surpriza.